Këto janë pamjet që vinë nga ambientet e jashtme të kuvendit. Një grup i vogël protestuesish ndodhen aty që prej orës 9 seanca pritet nis rreth orës 12 dhe pritet ardhja e deputetëve, por dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Ende nuk dihet nëse Partia Demokratike do të marrë pjesë apo jo. Është lajmëruar një mbledhje grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të mësuar më shumë rreth kësaj mbledhje dhe një vendimi të mundshëm të demokratëve. Ne shkojmë në lidhjen e drejt për drejt me kolegen Daniela Maloku. Përshëndetje Daniela, kur pritet të nis kjo mbledhje apo ka nisur në drejtimin besoj të zotit Berisha dhe zotit Bardhi dhe gjastat janë që kemi një rikthim në kuvend të Partisë Demokratike? Përshëndes, pas pak minuta shprehet që të nisë mbledhja e grupit parlamentare Partisë Demokratike për shkak se tashmë rendi i ditës së sotme ka bërë Partinë Demokratike që të mendojë edhe një herë vendimarrjen e saj për bojkotimin e seancave plenare derisa të merren parasysh kërkesat e artikuluara nga protestuesit dhe përkthimin në nisma ligjore të këtyre nismave dhe këtyre kërkesave të protestuesve. Në fakt, fakti që sot në seancë plenare pritet që të diskutohen rezolutat për institucionet e drejtësisë veçanërisht, por edhe për institucionet tjera siç është ai i avokatit popullit, e ka bërë Partinë Demokratike që të mblidhet dhe të diskutojë ditën e sotme nëse duhet të shkojë në seancën plenare apo nëse duhet vijojë bojkotin e saj. Pak më herët në fakt ka mbërritur kreu i Partisë Demokratike Berisha, kreu i grupit parlamentar Gezment Bardhi, por pritet që të mbërrin të gjithë deputetët në mënyrë që të vendoset nëse do duhet të vijohet ky bojkot apo jo. Ajo që mund të them deri më tani në ertil është fakti që Partia Demokratike ende nuk e ka marrë vendimarrjen finale, pra sikurse e theksova është rendi i ditës që e ka bërë Partinë Demokratike të mendojë që ndoshta do të ishte më mirë që të jetë në kuvend dhe të diskutojë sot lidhur me institucionet e drejtësisë, por fakti është që deri më tani nuk ka një vendimarrje të saj. Kanë qenë një pjesë e deputetëve të Partisë Demokratike që kur u mor vendimi për bojkotin e kundërshtuan, pasi sipas tyre është hapësira e vetme që ka Partia Demokratike Parlamenti për të artikuluar kërkesat e saj, ndaj është më mirë që të jetë në parlament. Ka qenë në fakt një mesazh i kreut të grupit parlamentar Gezment Bardhi që ka mbërritur ditën e djeshme në grupin e komunikimit në WhatsApp të deputetëve, ku i ka komunikuar që duhet mbajtur mbledhja sot dhe secili prej deputetëve duhet të jetë i pranishëm për të dhe duhet, po themi, të marrë parasysh që vendimarrja mund të jetë që të shkohet në seancë plenare sot, ndaj po themi ka një gjysmë shprese që Partia Demokratike të rikthehet sot në seancë plenare, por po ashtu vetëm për të qenë, po themi, në rregull me procedurat. Burime më kanë konfirmuar që Partia Demokratike ka depozituar në kuvend edhe një kërkesë për zhvillimin e debatit lidhur me, po themi, çështjet në rendin e ditës, por këtë kërkesë Partia Demokratike e ka bërë për të qenë brenda, po themi, parashikimeve ligjore në rast se do të shkojë apo brenda parashikimeve të rregullore së kuvendit në rast se do të shkojë në parlament. Pra Partia Demokratike ka bërë disa hapa që në një farë mënyrë të japin idenë se mund të shkohet sot në seancë plenare, por ende nuk është vendosur pasi do të jetë vendimarrja e deputetëve ajo që do ta bëj, po themi, edhe apo do ta japë edhe vulën përfundimtare në rast se Partia Demokratike do të shkojë sot në parlament. Dhe këtu duhet marrë parasysh që duhet kaloj edhe mes protestuesve që her pas here e kanë shigjetuar me thirrje edhe Partinë Demokratike, apo në rast se do të vijoj bojkotin e saj edhe për këto dy seanca të mbetura të këtij sesioni. Por të kthyer edhe të kujtojmë pak deputetët që kanë kundërshtuar, le të themi, bojkotin e 3 seancave të fundit. Bëhet fjalë për zonjën Tabaku, zotin Leskaj, zonjën Zhupa, por edhe nga Partia e Lirisë ka pasur, le të themi, mendim ndryshe nga vendimi i grupit, apo jo? Kanë qenë të shumtë në fakt deputetët që
edhe NZ kanë artikuluar që vendimarrja për bojkot e Partisë Demokratike e seancave plenare nuk ishte vendimarrja më e mirë e mundshme, por në grupin e WhatsApp-it e komunikimet mes deputetëve, të pakt kanë qenë ata deputetë që kanë guxuar në një farë forme dhe kanë shprehur hapur mendimin e tyre se bojkoti nuk është zgjidhja më e mirë, pasi Partia Demokratike duhet të jetë në kuvend për të thënë fjalën e saj, qoftë sa i takon çështjeve të rendit të ditës, që edhe ditën e sotme në fakt është një rend i rëndësishëm për Partinë Demokratike, por edhe për, po themi, jetën e ligjvënësve, por edhe për të përçuar aty zërin e protestuesve me kërkesa që Partia Demokratike i konsideron të drejta nga ana e protestuesve. Qoftë Jorita Tabaku, qoftë Bujar Leskaj, dy zërat më, po themi, më kritik ndaj vendimarrjes për bojkot, kanë deklaruar që duhet të shkonin në parlament dhe pritet që të njëjtin qëndrim në fakt të kenë edhe ditën e sotme, pasi për ta bojkoti nuk është zgjidhje. Ndërsa sigurisht do të jetë në vullnetin e pjesës më të madhe të deputetëve për të parë doset sot, dhe duhet theksuar në Ertil që vendimi i Partisë Demokratike në thelb për të rishikuar vendimarrjen për bojkot sigurisht që vjen edhe për shkak të këtyre zërave, por arsyeja më e fortë dhe më e shëndësishme është, po themi, rendi i ditës sot, pasi sigurisht që raportimi dhe miratimi i rezolutave për institucionet e drejtësisë ka qenë një nga seancat plenare që Partia Demokratike e priste me zell, dhe sa herë ka seanca të këtij lloji, Partia Demokratike kërkon debat dhe kërkon diskutime të thella dhe të gjata. Kështu që do të jetë në vendimarrjen e Partisë Demokratike për të parë sot, duke patur parasysh qoftë rendin e ditës, pra që sipas saj është shumë i rëndësishëm, por qoftë edhe zërat kritik në PD kundër bojkotit. Po? Ndërkohë kanë mbritur pjesa më e madhe e deputetëve? Po, në fakt, pjesa më e madhe e deputetëve kanë bërritur, duhet theksuar që nuk do të jetë një mbledhje me një fjalë të hapur, sikur se ndodh në mbledhjet rutinë të Partisë Demokratike, do të jetë një mbledhje e mbyllur dhe larg syrit të medias, nuk do të ketë një komunikim fillimisht nga kreu i PD-s zoti Berisha si fjalë hapur edhe më tej të zhvillohen diskutimet e mbyllura, por do të jetë një mbledhje e mbyllur për të parë dhe mendimin e secilit prej deputetëve që janë bashkuar grupit tashmë, duke nisur që nga sikur se theksova pak më herët kreu i PD-s zoti Berisha, zoti Bardhi, Gjekmarkaj, Luciano Boçi, Arjan Doja, Jorita Tabaku, Elda Hoti, Ina Zhupa dhe emra të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që tashmë me që asi ka nisur diskutimet mes tyre dhe do të mbetet për të parë kur në ndanë më pak se një orë nga nisja e seancës plenare, nëse Partia Demokratike do ta marrë vendimin për ta thyer bojkotin dhe për të rikthyer në seancat plenare, apo nëse do ta vijojë bojkotin edhe në këto dy seanca të mbetura përpara se deputetët të marrin pushimet e verës. Faleminderit Daniela për gjitha këto informacione.